Hajdini me mua se kam diçka ndryshe për t'ju treguar sot. Kisha dëgjuar për sulme kibernetike, por nuk mendoja që do e dëgjonin këtë histori kaq afër, direkt nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Mund të bëj publike sot që platformat e komisionit që ndodhet të zgjedhur do filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Kemi 192 milion kërkesa të themi për ata që në tajti se kuptojnë të regjistruar në 7 ditë. Nga të dhënat që kemi rezultojnë që një pjesë e madhe të tyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantësh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vende të tjera për situata të ngjashme si Franca, Gjermania apo Estonia.